Ju do të merrni shërbimin shëndetësor falas brenda 4 viteve të para të qeverisjes son, thoshte Edi Rama 2013. A kemi sot shërbim falas? Ju do të merrni mbrapsht shërbimin shëndetësor falas brenda 4 vite para të qeverisjes son. Edi Rama thoshte në 2013 se nuk dua të bëj premtime dhe fushata për ujin, sepse shqiptarët do kenë ujë të pishëm 24 orë në 24. A keni sot ujë të pishëm? Më vjen turp me një histori 20 vjet sa herë ka fushat do t'ju japim ujë për të pi. Më në fund 100% ujë të pishëm 24 orë në zonat urbane të 61 bashkive të vendit. Edi Rama premtonte në 2013 se nuk do ketë qytetarë pa dëshpërbyer për përmbytje. A janë dëshpërbyer sot banorët e përmbytur? Në vendin e dytë më të pasur në Europë për burime ujore, që nuk arrin dot të vadisi tokat e Bukës në verë dhe që përmbytet 1 herë, 2 herë, 3 herë, sa herë bie më shumë shi se ç'duhet. Edi Rama vazhdonte me premtimet e tij në mandatin e parë, të dytë, të tretë, të katërt, vazhdon të premtojë, të mashtrojë na vjet dhe dëshiron të qëndrojë sërish duke na mashtruar sy për sy. Të isha në vendin e tij, do kisha hik, do kisha thënë më falni, nuk arrita dot, bëra sa munda, po me që nuk ju soa dot ujë, unë nuk e meritoj.